I rrethuar me kanadez, artisti shkodran Louis Ailey bën për vete edhe publikun kanadez në rrugët e Torontos pasi realizoi super koncertin parmbrëm. Ka qenë vetë shkodrani i zemrës që ka publikuar një foto epike ku shfaqet në rrugët e Torontos i buzëqeshur krah disa njerëzve që mendohet të jenë fansa dhe mbështetës të tij. Kjo foto është bërë virale dhe po shpërndahet në rrjet me shpejtësi maramendëse pasi po e cilësojnë si një ndër sukseset më të paritshme nga çdo artist tjetër këtë që Louis ka bërë me popullin kanadez. Madje të gjitha mediat e kanë titulluar këtë sukses të Louisit si ndërkombëtar dhe tejet i vështirë për t'u arritur. Nuk është as pak e lehtë të bësh për vete një popull të huaj që nuk e kupton gjuhën tënde, por që Louis ka arritur t'i bëjë për vete me tipin dhe humorin e tij që ka për ta ndarë kurrë nga vetja pasi është pjesë e tij. Të gjithë shqiptarët po çmenden me idenë se Louis arriti të thyej akullin në Toronto duke bërë për vete kaq shumë njerëz të huaj dhe normalisht edhe emigrantët shqiptar që atë natë kanë qenë të shumë duke ndjekur performancën live të tij.